Një stall baktish është djegur në Armen, ndërsa zjarri ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme. Edhe në raportimet e policisë së Vlorës bëhet me dije se ka patur një numër të konsiderueshëm të krerëve të ngordhur të baktive në këtë territor, që i përkasin shtetasit me inicialet BH. Këto video të siguruara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin situatën problematike, ndërsa rreth 22 lope viça të fermerit në zonën e Armenit tashmë janë të ngordhura plotësisht. Një situatë të jetë problematike, e cila është jo vetëm një dëm ekonomik për fermerin, por edhe një ngjarje e rëndë që ka ndodhur. Sipas policisë së Vlorës, ngjarja ka ndodhur rreth mesnatës në orën 22:30 në fshatin Armen, ku ka rënë zjarr në një stall baktish në pronësi të shtetasit me inicialet BH dhe si pasojë kanë ngordhur disa bagëti. Policia thotë se po punohet për përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit, ndërsa materialet procedurale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Ndërkaq, policia e Vlorës në një komunikim tjetër me mediat ka bërë me dije se në kuadër të njoftimit të dhënë për zjarrin që ra në një stall në fshatin Armen në pronësi të shtetasit me iniciale BH, bëhet me dije se nga hetime dyshohet se zjarri ka rënë për shkak të një shkëndije elektrike. Për këtë rast, materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme.